Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar përmes një videomesazhi ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar për manipulim të fakteve. Berisha tha se Shqipëria ka shënuar rënje të ndjeshme në transparencë dhe standarde, ndërsa ngriti akuza për përfitime të palishme nga persona të lidhur me kryeministrin. Sot përsëri, në monologën e tij të dielës, Edi Rama lëshoi serialin e gënjeshtave të trillimeve. Kështu, pasi u damkos nga institucioni i Tender Europe, i cili në vlerësimet e tendrave në 38 vende gjeti se Shqipëria kishte një rënje dramatike nga viti 2010 gjerë në vitin 2026, nga 80 pikë që kishte në vitin 2010-13, bie në 64 pikë në vitin 2026. Përveç kësaj, Europe Tender gjen se transparenca ka rënë në 50 pikë dhe dramatike është se flamujt e kuq kanë 40% të tendrave dhe në këtë kontekst rikujtoj këtu se është Bazhanaku i Edi Ramës që ka fituar qindra tendra sekrete në kundërshtim me ligjin dhe vetëm në një vit ka marrë 800 transakcione pagesa nga thesari i shtetit. Pra, një gënjeshtër sa më shumë të përsëritet bëhet aq më zezë dhe nuk bëhet e vërtet. Sa i përket integrimit evropian, Berisha theksoi se opozita e mbështet procesin për arsye gjeopolitike, por Shqipëria nuk plotëson kriteret për antarësim. Ai shtoi se rezoluta e miratuar në kuvend nuk përmban vlerësime për qeverinë, por vetëm kërkesa dhe detyrime në kuadër të procesit integrues.